Një tjetër hapësirë publike në vijën bregdetare të Çeparojit ishte rikthyer qytetarëve pas ndërhyrjes së strukturave përgjegjëse për monitorimin dhe administrimin e plazheve. Mësoj se gjatë monitorimeve të kryera nga grupi i inspektimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit u bëi mundur lirimi i një sipërfaqe publike plazhi të zënë në kundërshtim me rregullat, ndërsa ndaj subjektit u mor masa administrative. Siç mësohet, Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe njësitë e vetë qeverisjes vendore vijojnë kontrollet në terren për garantimin e respektimit të hapësirave publike dhe standardeve të plazhit përgjatë Bregdetit. Në zonat bregdetare të vendit këtë vit ka më shumë plazhe publike në dispozicion të pushuesve në dallim nga vitet e kaluara. Këtë vit, përveç se ka hapësira më të shtuara të plazheve publike, bashkitë bregdetare kanë siguruar edhe çadra falas për qytetarët dhe turistët e huaj që mbushin plazhet çdo ditë e çdo orë deri në perëndimin e diellit. Mësohet se monitorime dhe inspektime do të vazhdojnë gjatë gjithë sezonit turistik për të parandaluar zaptimin e palishëm të hapësirave publike dhe për të garantuar respektimin e kuadrit ligjor në zonat bregdetare.